emision monitorat nga Podravka. Të nderuar ju gjatë jeta të gjithëve që po na shikoni këto momente. Unë edhe sot, si edhe radhave të tjera, kam ftuar mysafir. 2 mysafire sot i kam në studio, së bashku me 2 kuzhinjer të një restorani që njihet e mjaft në anën e vet, të restoranit Adora në Zërzë, i kam 2 kuzhinjer shumë të mirë. Mirë po edhe mysafiret që i kam në studio i kam shumë të mira, po bajagi jom tut me tirë se to isha me fol, një fjallë, diçka keq, mam shojnë, buksa, shkel mam, sa katojnë. Në studio, për ju dhe për knaqësin time personale, nën kampionja e botës në kickbox Myrveti Uka, për ndryshe, vuqetën ka jeme, s'kam qa me bo, lokaliste jena pak, edhe kampione e shumë fisht e Kosovës e pa konkurencë, sportiste e vitit 2011 e komunës së Vushtrisë, edhe plot do çmime tjera i ka kështu në çantat e veta i ban, ndërsa në anën time të djathtë, Gentiana Karpuzi, karatiste, është kampione e shumë fisht e Kosovës, kampione mbar kombëtare. Kallëzoj çmimet zemër, kallëzoj. Përfaqësuese kombëtarës shqiptare të karates. Po, e ka dhe pasaportën në Shqipërisë. E ka standardat mesdhetare në kampione e botës në Federatën Botërore SKF të karates, si kadet dhe junior. Dhe shumë qera. Hajde dilni masane ju, qërësat, t'hollat vogla dokën kështu, hajde dilni në gudzofshet mi dalë përbara, për ndryshe ju burra moju një kështu, moju një mirë, fol një fjallë të mira, Adin mos ofendoni na isana diçka se ju shtrin për tokë. Për ndryshe ky këtu është Bedriu nga restoran Adora dhe është njëri ndër kuzhinjerët që ajo anë e njeh shumë mirë, edhe menaxheri vetë e livdoj shumë. Mirë, po e livdoj edhe Arbënorin, i cili sot ka sjell një Bërxoll Skënderbek, ndërsa Bedriu ka sjell medalona. Apo? A ta merr mendja që Bërxolla do të përfundoj për 30 minuta? Po. Qatë përpar se jepja Myrvetit leta, për ndryshe Myrveti tha ashtu, edhe di me bo dhe s'di me bo dhe Gentiana po ashtu, tash mani ju durt edhe komt për qato që i po dini mas miri, tash këtu Bedria edhe Arbënori janë për me ju mësu. Medalona ta përfundojnë për 30 minuta? Sigurisht. Gentiana? Hajde. Dhe që ta fillojmë ne ashtu si edhe do zakonit e ne, ta fillojmë ashtu bukur, me një këngë të bukur, ne Deniku ne kemi në qoshin e vetë, dhe Deniku preferon që sot ta këndoj këngën Beson në diellën të grupit Oda. Kushtër nga ta mbulon qytetin tonë, mos u frikë sonatën ti, beson mua se unë besojnë ty, shiqoj rufen drejt në sy, pazo shiu djeli do nxerr, unë dhe ti të lirë do të shiqojmë larë, dhe e dim se nuk është merë, nuk është merë, por është rëngar. Më beso se nuk je vetëm,
beso të lutem ti, më beso të lutem ti, më beso se do të shkrijete. Dhe nuk do t'jem larg ati, beso në djel. Beso në djel, ti beso në djel. Shiu i ftoft kur ftyrën të ambulon, vazhdo drejt i rrug mos ndro, ngrite kokën dhe shi qolar, se nuk është merë, por është rëngar. Pazo shiu djeli do nxerr, unë e ti të lirë do të shiqojmë larg. Dhe e dim se nuk është merë, se nuk është merë, por është rëngar. Më beso se nuk je vetëm, më beso të lutem ti, më beso të lutem ti, më beso se do të shkrijete. Dhe nuk do t'jem larg ati, beso në djel. Beso në djel, ti beso në djel. Ti beso në djel, këngë e grupit Oda, këngë mjaft e vjetër e grupit Oda, e cila është shumë e bukur edhe e cila është shumë aktuale. Edhe unë them beso në gjeneratat e reja, dhe një prej tyre e kemi këtu në studio është menaxheri i restoranit, i cili solli dy kuzhinjer, Bedriun dhe Arbnorin, është restorani Adora nga Zërdza. Është një student i Universitetit Amerikan të Kosovës, e është menaxher edhe menaxher shumë i suksesshëm. Ti studion për public policy, çka shkove në privatizëm i zemër? Po mendova se pasi e ka bobi mirët me gastronomi, me restorante, mendova dhe unë pak me mbështet, edhe me studiu pak më marrë me studime, në një universitet si është Universiteti Amerikan i Kosovës, po ashtu më marrë edhe me menaxhim të restorantit. Çfarë studenti je? Jem student shumë i mirë. Jam në vitin e tretë, studioj public policy, IT që është information technology, dhe si minor, si në drejtim që mbështet public policy, e kam international relations, që është marrëdhënie ndërkombëtare. Marrëdhëniet ndërkombëtare. Ku hyn tash gastronomia te marrëdhëniet ndërkombëtare? Thuaj që aty ku hohet mirë, thuaj që aty janë punë mirë, a? Që ashtu është, ama edhe prapë ceki mas e bobi mirët me gastronomi, mira me studime, po ashtu edhe si atrakcion, si sport, mira menaxheri. Qërë me çfarë vladi i mirë, hem studimet mirë, hem babës pinimon, vallahi. Unë joftuat me Hekuranin praktikisht, që është menaxher i restoranit Adora. Këtë Hekuranin do ta lëm këtu me Denikun, këta që tash kanë me ti kanë një gotë vend. Po kthehem tani te mysafiret e mia, edhe ta shohim mirë vet, ata shpjegoj Arbnorit ty hiç çka ke me bë. Po, ma s'pjegoj tere dikon, tash ta shohim. Ata merr mendja që ki me Adal? Gjithë ja kom dalë dhe besoj që kom ja dalë. Apsheve, sporti ta jep këtë ndjenjen e sfidës, edhe përballimit të sfidës, edhe gjithmonë sportistat thonë na kena mi Adal. Kjo një me ja dul, nën kampione
kickboxit e me dure me kom të rejtë bënë, sa ka tënë lëmë të bënë. Gentiana, a kimi a dalë? Normal e shiko. Sportistat kam vendesi. Normal, neve na vinë ka njerë të mësafir pa i të shohim, a ditë pa i të shohim, une e besoj që kanë mja dalë, se edhe kuzhinjerët i kanë të mirë, edhe qka pash une para se të filloj emisioni, edhe ishin edhe pedagog të mirë, dinin të spjegonin mirë. Kështu që, ju e dini që për 30 minuta duhet ta përfundoni, si ta japun e shenjen ju filloni me një herë që të përgatisni dhe fillojmë. Çka do të bëni fillimisht? Për fillim, e lëshojmë çorekin. Po në maksimum? Po. Okej. E hapim kapapin, i lëshim në rafet, Këndej, e rrejtim pakës. rrehe për vetë më zhvillimet, rrehe. Në të dy amt, po rrehet mishi. Edhe mirë po rrehet mishi. Mirë, tash. Një pjesë tjetër. Edhe një pjesë tjetër. Shkiq. Ti apo menon që ti dorën ma të forte kise kjo? Harro. Ta shohim këndej, qëfar mëlmesa shpo i qitni? Kryp veget dhe Kryp, veget dhe? akuder. Si? Huder, Huder, shumë bukur. pan veget, vazhdojmë. Që edhe me qek. I kemi lugët. Me lukë, vazhdojmë që të ndojë, së i shumë, Që vla, që është të do të shakit. pudrën e shtypër për fotografies. Si duket ju edhe e përdorni atje, Po. se ti nuk hezitove heq kur e morre, dhe me thane një si produkt, bravo. Shumë mirë, okej. Këndej, i keni qitë kaçkavall, e keni bë një copë, pe 2 copave të mishit e keni Po. shtri, mirë, tash, mishin e thotë, Për zgati prej. që rrush se arbënor qëre. Që zemër, që shtu e bën. Prej edhe një. Ashtu. Që zemër, qëre. Qitë edhe njefton, tash prej për zgati. Prej për zgjati, të drijat për me një herë. Sikur atje, me dash mi rafshu për tokë tri, kundërshtore tri, i rahaton për me një herë. Hiç pa Një me kam, një me dur, më kryje. ashtu, edhe u kry. Tash Sa më kimte? çka bën mirë veti këtu? Tash e qetë këtu në përmika çkavall, Po, edhe pastaj e po edhe mbështjell. në mbështjell. Çfarë mëlmesa Kështu shqipni që- këtu? Këtu qesim tash kryp, biberxhi edhe veget. Okej, kryp, biber, zi dhe vegetë. Vegetën e keni andej, krypën edhe biberin e zi. Që të I gjithë? që do Këtë më qesh, biberin e zi, pra. Edhe kjo, pastaj? Shumë pak. Mbështjellet po edhe shumë po. Tash i thëjmë vezët, vetëm pak. Që kemi këto këtu. Aha. 3 vezë, 2 vezë i thëjmë. a 2? Po. Okej, Tash çka i bën? thahim. Mirë arbënori atje po tun, ta shohim këndej. Kemi qitë vaj ulliri këtu edhe këtu. Po, ta fërgojmë mishin, Edhe? edhe kurra do mi fërgu. Këpur da ti fërgoni këtu, Po. mishin këtu. Po. Okej, shumë mirë. Kjo është pak problem. Pak problem, po ja lojmë arbërorit, a? S'ka problem. Arbënar? Po, A duhet me u shtrëngu ajo fort? duhet me shtrëngu. Po, bukur. Hajde. Tash e vendosim këtu. Vezë. Kjo është bukë e bluar prezëll, Po. të cilën tash prej këtu i të qesim në prezëll. Që ato mundët mirë vetimi, Bob, se pi bën ti?
As po dënë kjo mi përly dur, ta? Jo, me Shoti bërë, që të tigonin. Zjarë? Shoti që të tigonin, hajde që. Në maksimum? Armënor në maksimum? Okej, cilën filtere e keni përzgjedh? Që ku kemi fërtirë? Hajde. Mundja fillu në me përgu. Po, hajde. Hajde Gention. Hajde, Gentian. Ka dole, Gentian, ka dole, që ashtu. Më të qitë prej ringut. Më e në ringut, që ashtu. Që ashtu. Për ndryshe Gentian ati punon në PSK. Po, jam pjesëtare në forcë sigurisë Kosovës. Edhe? Kisha me thonë definitivisht që është kënaqësi dhe ndjenja më e mirë që unë me përjetu një qytetari Kosovës. Po na vjen mirë përshëndesim të gjithë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës edhe i dëshirojmë me ju rrit rrogat. A bën? Qashtu? Se sot njerëzit po dojnë rrogat mira për jetesë pak më të mirë. A është ashtu? Sa fitojnë sportistat e sportit që merre shtesi për shembull? Deri me tani kur gjo. Kur gjë. Kush ka investu në ecejakjet e tuja në përbot mërvet? Deri me tani ministria dhe më veç udhëtimet na ka pagu, Po? qëndrimin atje, kështu individualisht asnjë. Mirë. Trajnerin kush ta pagu? Kërkush. Kërkush, vet. Aja mbon vet. Vet. Ke trajner? Lutfi Mengjiqi, është një trener shumë i Përshëndetje, mirë. përshëndetje. Përshëndet shumë. Është një trener i mrekullueshëm shumë. Nga i cili ka ndollë shumë kampiona botërore, i veçon. Ka ndollë udhëtie. Atëherë, ju po e shihni miq të nderuar që të arrish diçka, duhesh të investosh edhe vetë mjaft. E pastaj çka del. A që ashtu? Qa është? Çka del. Qa do na me bëdi shka, nëse... Deri sa Këndej po përgohet dhe Këndej po ashtu do të filloj të përgohet Bërzolla, ne të shkojmë me një xhirim ku e shohim në aksion Myrvete Ukën. E patë Myrvetin, mirë po, do t'ishte mëkat, po të mos e shihnim në vepër edhe Gentiana Karpuzin.
sweetness of your smile, it felt oh so right, and the loveliness of your embrace left me warm at night. Mali i veliki prijatelji. Metodić Linova poziva na 7. festival dječje pjesme Linofest 2009. 16. maj u 18 sati Bosanski kulturni centar Sarajevo. Prodaja ulaznica na blagajni Bosanskog kulturnog centra od 2. maja. Vidimo se! Potražite novo pakiranje Vegete po promotivnoj cijeni. Što ćemo mi kuhati danas? Gle, brzo i jednostavno. Tu sve piše. Trebamo samo fant, meso i špagete. I gotovo. A što ćemo sutra kuhati? Fant, ideja za jela koja svi vole. Hofland Creme este o cremă de brânză delicioasă, făcută din cele mai proaspete ingrediente. Pentru că atunci să te bucuri de cele mai gustoase sandwich-uri. Hofland Creme, o gustare hrănitoare și e gata de plecare. Hofland, bucuria gustului. Lacrima lui Ovidiu. Aklınıza gelen her ürün akla gelmeyecek fiyatlarla Migros'ta. Koyun peynirinin kilosu 9 lira 90 kuruşa. 250 gramlık Manet Altın seri sucuksa 7 lira 90 kuruşa. Üstelik bu ürünü alana 500 gram Manet paket kokteyl sosis hediye. Migros, alışverişin en çeşitlisi, en keyiflisi. Migros! Pâinea cu coaja crocantă, nucile, fructele tari sau zemoase, toate îmi plac la nebunie. Dar devenise dificil să le mănânc. Apoi am aflat de crema adezivă pentru proteze Corega. Chiar și o cantitate mică de cremă adezivă Corega este suficientă pentru fixarea protezei dentare, împiedicând pătrunderea fragmentelor alimentare sub aceasta. Acum mă pot bucura din nou de ceea ce îmi place. Corega. Mănânci, vorbești și zâmbești cu încredere. Ok, ju keni përzgjedh supë të pulës. Supë të pulës, po, për shkak se është, domethënë, Berzot Skënderbega është me sos, carbonara sos. Okej. Edhe kështu që do të jetë supa pak më lehtë. Mirë, salcën e keni me këpurdha, me çka ka mrenda krejt? Kjo thirrë sos carbonara, po kemi i shtojmë edhe këpurdha, domethënë. Po, bukur. Okej, kjo vjen e gatshme. Kjo vjen e gatshme, po. Okej, mirë. Mirë vetë, sa vjeç ke qenë kur ke marrë vesh që ty po të pëlqen me regjin brevllon? 7 vjetë. 7 vjetë, kone ki rrej mas pare? Mini ma hollës, kej. Krejt, mini ma hollës, pëse? Që së të rëshënurët? A të më gotë qenë? Më gotë qenë ka pak e tani e lepshën edhe. Edhe ja lepshën, po dhe, që ashtu. E ma se kur ke fillu kështu me u marrë tamam si sport me kickbox? Po që si 7 vjeqore babaj mi ndjerë, më ka dërgu në më thonë në karate, aty kom fillu 5-6 vite, mandej ishtë lufta, mas lufte prap kom fillu në karate, mandej e lipsha një sport ma të vrasë. Sepse karate është ma shumë artë, edhe ta kom kalu në kickbox.
kickbox disa vite, s'kom pas konkurrencë, kom kalu një 2 vite boks, kom po konkurrencë, do më thonë kom boksu me Macedone, Bugare, Zvicerane. Po? Ma nej kalua prap në kickbox, se kickboxin flanë ma shumë zemër. Me kome me dure, me kome. Si për shemull që Arbnori baja gikështu këgja djallë është. Ama pa i dhimt heq, a mund është mirë dzu për tuk? Po. Ja, s'ma mërë menja. Nuk pa mërë menja. S'ma mërë menja? Jo, s'ma mërë menja. Kjo kështu e Zaev do këtë veç? Zaev, po nuk pa mërë menja, jos. A i del, Fer? A i del që që aty? Po. A i del? Hajde. E, qysh bojnë ata referat kështu? Për fiture? Jo. Për mas emision. Për me fillu gara për shemull. Time. Hajde, Arnar, hajde. Për mas emisioni, për mas emisioni. Arnar. A u dërzove, a? Duhet më dërzu, se sa është profesioni jem, është që i duhet më dërzu. Ka ti bëjsh? Vedri? Kalzëm ti mu. A i del, Sajna? Po. Po. Hajde, unë i përshiti ato, hajde. Bashkë po duhe, po. Hajde. E qysh po? Time, a? Jo, na i kem haqime, është e njëjta fati. Qysh haqime, hajde Po, haqime, afrohet referi dhe njënë është në anën e gjatë tjetër, në anën majtë haqime, dhe do me thonë që me fillu të të... A që, unë jam këtu, tash tik nej, hajde pak ma, ose shko ti pak ma nej, edhe ti largo pak, edhe... Haqime. Po më duke që pak i degan bure i karate. Jo, iqti. Na edhe rehem edhe zime edhe gatujmë, hajde. Po më dhimet me prish drejken, darken, cilë nga me prega ditë. Jo bre, se prish, veç më sti dhem këtë kënë. Po. Hajde. Po provoj. Gjuse se. Nuk e rëzova, e lasë që pakon me provu që mune të rëzuse. Hajde. Jo, unë e maj. Hajde. Okej. Hajde dhe një qashtu, hajde dhe një qashtu. Jo tjetër pak. Ua. A ki ushtru karate ti? Jo. Jo, e që shpidim qashtu qash mirë. Di ato. A po thuj më mbrojt, i di krejt. Bravo, falemderit për këtë paraqitje. Ka une më se drejto amonit po. Se si dihet pak me shku ma nena, ma që për në ftyrës a diqka, ma mirë rahat. Kështu që derisa jemi ne këtu, dhe këto 2 receta, kadal po pregaditën dhe të dyja do të përgatiten para se të përfundojnë 30 minuta, ne shkojmë të ndjekim recetën e cekës. Tap krapi. Këtu është një krap 2 kg e gjysëm, që do të thotë për 4 persona. Pastrohet, lahet mirë, fshihet dhe pritet në disa pjesë. Pritet koka së bashku me një pjesë